I nderuar shefi i shtabit zgjedhor të PDK-s në Prizren, zoti Kujtim Gashi. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kandidati ynë për kryeministër dhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës, zoti Bedri Hamza. Mirë se keni ardhur në këtë tubim të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në Prizren. Sot jemi mbledhur së bashku me besim dhe vendosmëri për të dëshmuar se Kosova meriton më shumë. Për të hapur këtë mbrëmje, kam kënaqësinë të ftoj në skenë nikoqirin e këtij tubimi, kryetarin e komunës së Prizrenit, zotin Shaqir Totaj. Allah mu jeni të më mbush mendën, kogja një vendosmëri për shok, kështu një determinim edhe një numër të madh. Një përshëndetje mas pari për gjithë simpatizantët për krahët edhe më sta madhurus, se nashta në fjallë madhat për të kësë, mirë po natyrisht një përshëndetje të veçantë edhe një mirëseardhje të veçantë. Unë e besoj shumë kryeministrin e ardhshëm, zotin Bedri Hamza, cilin e kam edhe kolegë, edhe shok edhe mik. Tash më bëmë janis, mi përshëndet kretë shokët e miqtë e dashamirët në shkon gatë, kështu që pjo thëmë mirë se kini ardhur të gjithë, jeni në qytetin i cili më një gjuhë popularizuar me quhet Jerusalemi PDK-s. Sa herë të mohën zgjedhjet, ata që mirën me politikë thonë jonë këto janë zgjedhje vendimtare, këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme. E vërtetë është që çdo zgjedhje është e rëndësishme, mirë, por këtë moment e konsiderojmë që është tepër e rëndësishme për shkak se jemi dëshmitar të një keq qeverisje drastike e cila po prodhon pasoja fatale, e pasojat më të rënda dhe më të këqija tek hala se kemi pa. Nëse vazhdon ky trend, edhe nuk e ndërpresim këtë trend, tek kemi mi pa. E kemi në pushtet një garnitur e cila ka kundërshtuar çdo gjë që ka të bëjë me Kosovën. Tu ja fillu prej Rambujes, tu vazhdu ka plani Ahtisarit, tu vazhdu ka ushtria Kosovës, protesta, gjujtje, ofendime, shamje, çdo gjë. Ku ka nërë në pushtet, një 7 faqe me premtime shtu. Këtë palavra, asë një se kanë realizu. Te ekonomia, dështim total. 2555 kontrata pa tender, 300 milion euro vlerë, dyshim serioz për korupcion masiv. 40 milion euro në emën të kontratës kolektivu ju kanë marrë veç Prizrenit. 350 milion euro këtë komunave tjera bashkë. 400 milion euro ndihma sociale që rastësisht ndodhin 2-3 ditë para zgjedhjeve. Politika jashtme, degradim total, izolimi i Kosovës, rrëmja e reputacionit tek aleat kryesor të cilët e kanë kriju këtë shtet. Bllokada institucionale edhe defunksionalizimi i shtetit. Nuk kemi prezident, nuk kemi parlament, e kemi një qeveri në detyrë më zëmë ma keq për ata dhe për ne që i kemi. Komunat i kemi përpara bankrotimit. Gjykata kushtetuese vitin e ardhshëm një 5 gjyqtarëve i kalon mandati, për shkon ka shujtja funksioneve të shtetit. Defunksionalizim i shtetit, pasojë e kësaj politike të cilës na do t'i thojmë stop së shpejti. Astrid Dehari, ku është, çka ndodhi, pse nuk është bardha rastin? Komunikimi toksik përmes rrjeteve sociale, s'kan lënë njeri pa nënçmu, pa ofendu, pa sha, pa kritiku, se kemi pas as në traditë politike, as traditë kombëtare këtë gjuhë. Mungesa e investimeve kapitale, sidomos në energjetik, që për pasojë e ka gjendjen aktuale, çmimet shumë të larta, importin e kështu me radhë. Refuzimi i projektit për gazin. Qysh guxojmë na mi thonë jo një projekti të tillë. Na kanë pas lodh hajna të Mburg. Ku janë ata hajna? Kush hinin në Burg? Ku
ku ka argumente. Manipulim tipik i opinionit publik. Do të bëjmë vetingun, do të bëjmë biron, kur gjë s'kan bëhiq, sepse s'kan as një aftësi elementare për ndërtu diçka kvalitative që i shërben mirëqenies dhe zhvillimit të këtij shteti. Skandale në përqeveri sa dush, korrupsion sa dush, ministra me akuza sa dush, me Marthina, me Rozeta, me tolli çfarë talenta këtu pare. E neve në kanë pas kritiku, e asnjë argument se kanë pas që 6 vetë janë pushtet. Kjo që pëndullë sfundi, ligji i shtetësisë, skandal, pretendon me ndryshu strukturën demografike të Kosovës që pasoja tek kanë më ardhur. Na i kanë shitë si sukses veriu në Kosovës Mitrovicën. Dështimi më i madh i mundshëm është aty. Veç këshirën e marrëveshjen e Ohrit, edhe analizone, edhe keni me po. A do të qëndrojmë na dur kryq? Jo. Na jemi ata që bashkë me parti tjera, po pa këta që janë pushtet, ja kemi dhonë vullën shtet ndërtimit edhe shtet formimit. Edhe na jemi ata që do t'ju thojmë mjaft ma. Do t'ja qesëm një stop të madh me të kuqe këtu, edhe do t'i ndërpresim. I kemi gjitha predispozitat. E kemi përvojën, e kemi traditën, e kemi një kandidat i cili në krahasim me këtë kandidat tjerë është superior. Është një profesionist i dëshmuar, si në pozitë ministrit, si në pozitë guvernatorit, si në pozitë kryetarit komunës. Edhe normal që njëri kur ka argumente, ka rezultate, nuk e ngren zanin edhe nuk bën zhurmë. Ata që s'kan argumente, s'kan rezultate, s'kan ide, s'kan plane, bojnë zhurmë se dyqysh duhet me tërhek vëmendjen. Po kryeministri jonë, jo, për shkak se është një njeri i dëshmuar në çdo aspekt. Po ashtu lista e kandidatëve prej 110 kandidatë që i ofron PDK-ja, është një listë e cila reflekton një perspektivë shumë më të mirë, reflekton profesionalizëm, reflekton vendosmëri, reflekton energji, reflekton potencial. Kemi një kombinim të jashtëzakonshëm në mes të atynve që kanë kriju dhe kanë ndërtu këtë shtet, edhe atynve të cilët kontributin më të madh tek do ta japin talmën. Në Prizren e kemi një garnitur të profileve të reja. E kemi talenta, të ja fillu prej profës edhe jonës, të cilët janë shkollum, të cilët kanë përvojë profesionale, të cilët kanë një profil të theksum individual, familjar, social, edhe tek presin me u dhënë rastin me e dhënë kontributin e vetë më të madh. E kemi edhe një program shumë të mirë, programi i PDK-s. Programi i PDK-s është i mjaftoshëm për me qeverisë mirë edhe për me kthy Kosovën ka e mara. Por programi nuk i fiton zgjedhjet. Zgjedhjet i fitoni ju me vendosmëri, me energji, me determinim, me potencial, me përkushtim edhe me ngatishmëri që dillen me dalë gjithë së bashku me këtë antar të familjes, me drejt vote edhe me votu numrin 125. Hashim Thaçi! Hashim Thaçi! Hashim Thaçi! E votoni numrin 125, e votoni numrin 1, edhe prej listës kandidatëve, kënd do të zgjedhni s'keni më gabu. Mirë po une normal që i rekomandoj dhe ja përparësi kandidatëve të Prizrenit, sepse demokracia e nënkupton edhe përfaqësimin. Po do më kthyte një fjalë që më ka prek kështu personalisht. Kryeministri aktual në të thyrë tha çlirimtar apo zullumqar. Për me bo një krahasim tillë, duhet më konë njeri pa moralshëm, njeri pa kush far integriteti profesional, as personal, edhe njeri i cili nuk njeh as një vlerë edhe nuk ka as një konsiderat ndaj askuj. Prandaj na, nga këtu, ju themi atynve, mos na sfidoni lirin. Se ata që na sfidojnë lirin, ai moment është fillimi i fundit tyne.
Piftoj kandidatë e Prizrenit që ndalin që tu, veç një përshëndetje me abo audiencës. Hajde një talenta. Nuk pi prezentojmë një ka një, se i kemi prezentu më shumë shpesh. Mirë, po këta janë kandidatë e Prizrenit. Edhe një duar trokitje. Talenta ullë në qëtash. Të nderuar të pranishëm, unë që ka që po ata nuk vezgati më tepër për shkak se kemi këtu edhe kandidatin tonë edhe kryeministrin e ardhshëm zotin Bedri Hamza. Mirë, po unë nuk do të ftoj në skenë për shkak se moderatorja e ka atë punë, po juve ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrje kaq masive, edhe për këtë energji pozitive që po shoh këtu edhe për këtë determinim. Edhe një fjalë po do më thonë, e kemi provu Prizrenin pa PDK-n, një 4 vjet. Prizreni pa PDK-n s'po bëjke, ama edhe PDK-ja nuk bën pa Prizrenin. Faleminderit. Të dashur aktivist dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe në këto zgjedhje, Prizreni je Partisë Demokratike të Kosovës kandidat me integritet, përvojë dhe përkushtim, të cilët do ta përfaqësojnë me dinjitet qytetin dhe qytetarët e saj. Kam kënaqësinë që u prezantoj kandidatët tanë për deputet nga Prizreni. Faruk Bojaxhi me numër 30. Jona Hoxhaj me numër 33. Endra Luzha Pula me numër 39. Najt Hasani me numër 42. Adelina Beqiri Minci me numër 43. Shkëlzen Kastrati me numër 44. Lumnie Rakaj me numër 51. Betim Ramadani me numër 52. Lajde Kolgjeraj me numër 71. Dhe Gjafer Hoxhaj me numër 72. Le t'i përshëndesim të gjithë kandidatët me një duar trokitje të madhe dhe t'ju urojmë suksese në garën për Kuventin e Republikës së Kosovës. Të dashur qytetar të Prizrenit, të nderuar të pranishëm. Kosova sot ndodhet përballë sfidave të mëdha. Për ta ndalur krizën dhe për ta rikthyer vendin në rrugën e zhvillimit, duhet dije, përvojë, kompetencë, integritet dhe vizion. Të gjitha këto cilësi ka kandidati ynë për kryeministër, njeriu që ka dëshmuar me punë e rezultate se di ta udhëheq vendin drejt suksesit. Ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, kandidatin ton për kryeministër dhe kryeministrin e ardhshëm, zotin Bedri Hamza. Përshëndetje Prizren, mirë se ju gjej. I nderuari kryetar i komunës e Prizrenit, miku im, kolegu im i profesionit, i politikës, zoti Shaqir Totaj. I nderuari miku im Kujtim, të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet,
zonja dhe zotri, të nderuara familje dëshmorëve, invalid luftës, veteran, gjithë ju të pranishëm. Është nder, është kënaqësi që në këtë pasdite jam në Prizrenin e bukur. Jam në Prizrenin historik, jam në kryeqytetin e shqiptarëve, jam në Prizrenin e herojve, dëshmorëve, jam në Prizrenin e shaqirtotës. UÇK. Jam në Prizren ku shkru historia e Kosovës. Jam në Prizren ku është mbrojt identiteti ynë kombëtar. Ne këto ditë kemi rrugtuar gjithandej Kosovës. Jemi në fund këtij procesit. Kemi po takimet e tilla masive, plot energji, plot entuziazëm. Kemi bisedu me njerëz. Kemi marrë mendimet tyre. Ja kemi ndëgjuar shqetësimet. Ja kemi ndëgjuar hallet. Kemi marrë propozimet vlefshëm prej tyre. Sigurisht se kanë edhe kritikat e tyre të qëllimira. Është një konstatim i përgjithshëm që Kosova është në krizë. Është në krizë ekonomike, krizë sociale, krizë politike, krizë të shpresës. Çka kemi pa që këto 6 vite? Polarizime, përçarje, sulme. Sulme ndaj opozitës, sulme ndaj medjave, sulme ndaj bizneseve, sulme e blokada ndaj komunave. Dhe kjo gjendje duhet ndryshoj. Dhe për këtë qëllim, slogani i Partisë Demokratike të Kosovës është Stop krizes, ndrysho Kosovën. Qyteti i Prizrenit, jo vetëm që ka një histori të ndritur, po ka edhe një të ardhme të ndritur, sepse ka një kryetar i cili punon çdo ditë me ekipin e tij për ta transformuar Prizrenin, edhe pse ashtu i bukur dhe me bëj çdo ditë më të bukur, edhe më të pranueshëm e më të vizitueshëm, jo vetëm nga ne kosovarët, po nga gjithë bota. Zoti kryetar, faleminderit për punën e juve shkëlqyeshme që jeni të bënë Prizren. Dhe ju jeni dëshmia që Partia Demokratike e Kosovës din me udhëheq edhe din me kry punë. Qeverit motën me rezultate, motën me suksese. Çka e karakterizon këtë qeveri? Mos puna, polarizimi. Ai ka përfunduar ndonjë projekt të rëndësisë kapitale me cilën mundet më identifiku. Ai ka përfunduar rrugë të reja, rrugë të ekzistuese. Lemo që s'ka filluar rrugë të reja. Është përfunduar rruga Prishtinë-Pej. Është përfunduar rruga Prishtinë-Mitrovic. Është përfunduar rruga Prishtinë-Gjilan. Është përfunduar rruga Dodxhakov. E lidhi Prizrenin me Tetovën. Cilat janë? Shëndetësi, çfarë përmirësimesh? Në arsim, çfarë gjendje? Takojmë pensionista. Pensionista që përballen me dilemen. A me i ble ilaçet, apo nga mjetet që i kanë dispozicion, me ngel diçka me mbyll mujnë me mujë. Takojmë 33-a, e kanë dilemen, që pas përfundimit studimeve, a me emigru, apo ka mundësi që ky vend mi ofrua një vend pune për me punuar, për me siguru jetën e dinjitetshme këtu në Kosovë. Takojmë qytetarë që kanë nevojë për trajtim në spitale, përballen me dilemen. A do t'i gjenë këto shërbime në spitalet e Kosovës? A do të kenë barnat mjaftueshme? A do të kenë para për me ble barnat dhe për me u trajtu shëndetin e tyre? Gjitha këto duhet ndalen. Ne garojmë me një program të matshëm, me një program të zbatueshëm, me një ekip super të mirë, e cila garanton zbatimin e suksesshëm të këtij programi.
Programi ynë konsiston në disa shtylla shtetet. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Pa ekonomi të zhvilluar, nuk ka shtet të zhvilluar dhe të qëndrueshëm. Ne nuk i sulmojmë bizneset. Ne respektojmë bizneset. Ata janë njerëz të mirë, janë njerëz punëtor, punojnë për veti, punësojnë njerëz, paguajnë tatime. Dhe për këtë qëllim, ne kemi kriju kushte përmes pagesës të vëshës në brendi, ku ju drejtohem njerëzve që merren me biznes, që do të arrit likuiditetin e bizneseve dhe do t'i përmirësoj kushtet për të bërë biznes. Do t'i trajtojmë bizneset e vogla, do të lehtësojmë qasjen financa përmes financimeve alternative të tregut kapitalit dhe bursës. Do ta bëjmë ligjin e pagesave të brendshme dhe do të ofrojmë lehtësi dhe pushime tatimore për gjitha bizneset që investojnë mbi 500.000 euro dhe punësojnë mbi 50 njerëz. Përmes rritjes së ekonomisë, ne do të arrisëm buxhetin, se buxheti do të rritet nga rritja dhe zhvillimi ekonomik, jo nga ngarkesa e qytetarëve të Kosovës, me taksa dhe tatime. Dhe kur rritet buxheti, kem detyrë me u përkujdes edhe për miqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës. Po kena me rrit po gat 50%. Për gjithë. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për mjek, edhe për personal shëndetësor, për polic, për zjarfeks, për ushtar, për shërbim civil, për gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit Kosovës. Edhe këto në fillim mandatit, nëse ndodh vitin e parë qeverisjes, unë ju garantoj publikisht, mos më pritni në zyrën fund vitit. Nuk më gjeni aty, nuk jam. Kemi rrit pensionet. Kemi rrit pensionet për gjitha kategoritë që përfitojnë pensione prej buxhetit të Republikës Kosovës. Për familjet ma meritore, ma kontribuse, familjet e dëshmorëve, rritjet pensioneve 50%. Dhe aq dëshmor, so ka një familje, aq pensione do të gëzon ajo familje. Dhe nuk do t'i cenohet e drejta në pensionin e moshës, sepse është e drejt e ti apo e saj që e garanton ligji. Dhe pensionet e dëshmorëve nuk janë ekuivalent i asaj që ka kanë dhonë ata për vendin tonë. I kanë dhënë gjën më çmush me këtij vendi. Ja kanë dhënë fëmijët e tyre, janë krenar për këtë. Po kjo është veç një lloj për kujdesje e shtetit në raport me këto familje. 50% rritje pensioneve për invalidët e luftës, rritje pensioneve për veteran dhe njohje të drejtës me punu pa ju cenu e drejta në pension. Rritje e gjitha llojeve të pensioneve 50%, po pensioni më i vogël në mandatin e qeverisjes tonë do të jetë 300 euro. Shëndetësia, zgjerim i listës e banave esenciale, banat mjaftueshme dhe gjithmonë në dispozicion për pacient me smundje kronike. Sistemi i sigurimeve shëndetësore, jo vetëm ligji, se ligji është moti, po edhe zbatimi i sigurimeve shëndetësore që qytetarët tonë të jenë mundësi, të marrin sigurimet shëndetësore, të marrin shërbimet shëndetësore, edhe në institucionet publike, edhe në institucionet private, edhe trajtimet jashtë vendi, pa u shqetësuar dhe pa pas frigën e kostos financiare të trajtimit të një pacienti apo të një familjari në Kosovë. Mjek paguar, personel shëndetësor të paguar, të motivuar dhe të respektuar. Arsimi është investimi më i mirë në shoqëri, është e ardhmja e vendit tonë. Investimi në arsim nuk është shpenzim, është investimi më i mirë, se vendet, shtetet janë zhvilluara sepse kanë resurse humane, kanë njerëz kvalifikuar, jo veç pse kanë burime natyrore. Ne do të krijojmë fondin e bursave 30 milion vitin e parë, që asnjë re apo i ri mos ngelet pa i përfunduar studimet si rezultat i mungesës mjete financiare. E tha zoti Totaj, e po e ripërsëris se e thanë sot edhe miqtonë amerikanë. E kemi thonë vazhdimisht, e kemi ditë vazhdimisht.
Kosova ka bo gabime të mëdha në ndërprerjen e investimeve strategjike në sektorin e energjisë. Këta që janë pushtet e kanë refuzu edhe kanë ndërprer procedurën e ndërtimit Kosovës 3, një termocentral, i cili kish me garantu furnizim stabil dhe me çmime t'ulta të energjisë elektrike. Për ma tepër, se rezultati mos respektimit procedurave, shteti është dashur t'i paguaj 20 milion euro si gabimi tyne. E kanë refuzu projektin e gasit. Ku po dojnë me na quhe? Bi 1 miliard, afërsisht 1 miliard, mrena 5 viteve të fundit janë importet e energjisë elektrike. Kush ka përfitu këtu? Ka përfitu mafia energjetike. Kush ka humbë? Qytetarët e Kosovës. Energji jo të mjaftueshme dhe me çmime shumë të larta. Rritje e çmimit të energjisë më shumë se 100%. Po kemi me ndërtu kapacitete të reja energjetike, edhe me gaz, edhe me thëngjell, edhe me energji të ripërtretshme. Çka karakterizon këtë qeveri? Rritja e çmimeve. Rritja vazhdueshme e çmimeve. Çmimet e shportës bazike, rritjen mesatare 30 dhe 40%. Cilë dush artiku i morëm? Na i furnizojmë shtëpit tona. E dim çmimet ku kanë qenë dhe ku janë sot. Buka, qumshti, vaj, qaj, kafja, energjia elektrike, gjitha janë shtrajtu. Paga dhe pensionet kanë ngel përafërsisht nivel njëjtë. Standardi jetesës është përkeqësu. Kjo gjendje do të me ndryshu. Edhe kismet prej Zoti, mendimin e juve e të Zotit me ndryshu me 7 qershor, po. Sa njohje, sa antarësime, sulme edhe ndaj partnerëve tonë strategjik. Vendet fqin po ecin në procesin e integrimeve në BE. Është tepër jetike për Kosovën. Është mirë që po ecë Shqipëria. Po sonte po ja thamë që nuk ecëm edhe ne. Shqipëri kena mu detyru me hime pasaport. Për shkak se ata në vend i BE-s shumë shpejt. Dhe ne kena ngel mbrapa. Kemi po ato linjat, qytetarët e BE-s dhe pasaportat tjerë. Prandaj, kjo gjendje duhet me ndryshu. Për me ndryshu, deri ndilën, kanë me të dhe pak dit, gjithë që shto qëshjem me energji pozitive, njërë masive me punu. Me fol me gjithë, me fol me familjarë, me miq, me shok, me gjithë, me i bindë që me votu Partinë Demokratike të Kosovës. Unë jam krenar, jam i lumtur, që jam kryetar i Partisë Demokratike dhe kandidat për kryeministër nga radhat e Partisë Demokratike. Parti cilën e kanë themelu liderët tonë, cilët e kanë themelu projektin më të rëndësishëm politik dhe ushtërak gjitha kohërave, historinë e Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Prandaj, me 7 qershor, me mëngjes, mënyrë festive, mënyrë masive, me dalë me votu Partinë Demokratike të Kosovës, numrin 125, urime, suksese, fitore. Faleminderit shumë.